ndërimin më të madh për ju, misionarë dhe misionar, të pamposhtur, qytetarë dhe qytetar, demokrate, opozitar që qëndroni në lartësinë e idealeve tuaja, idealeve më fisnike të njeriut, idealeve të lirisë. Qëndroni dhe do qëndrojmë në këtë shesh i lirisë, gjersa nga jo ndërtesë të shporim binomin që ka vjedhur dhe përçmuar më shumë shqiptar të tërë historinë tonë kombëtare, Edi Ramën dhe Lubi Ballukun. Të dashur miq, një vajzë para nesh, para meje, para jush, ftoj këtu që Edi Ramën të mos e quaj më kryeministër. Unë ftoj ju dhe shqiptarët, që sot e tutje Edi Ramën ta thrasim me gjuhën, fjalorin, zhargonin e koordinatorit të tij, Gysa Gasi, kapoja, në të gjithë gjuhën, edhe kur rrifte me grushta u luzimanjen në zyrat e tij, i thoshte e bëj këtë më urdhër nga kapoja, më ka urdhëruar kapoja. Pra, nuk janë ma zyrtar, po këta janë një band, që se ka pa ndonjëherë kjo tokë, dhe pa shembull, jo vetëm në Shqipëri, por ju garantoj as në Europë dhe në botë ndofta. Duke ardhur këtu tek ju, po lexoja fatin e pengut të dytë. Fati i pengut të dytë të Gysa Gasit dhe ndërmarrjes së Edi Ramës dhe kunatit të tij, Daniel Shims. E rrëmbyen vetëm një javë pas rrëmbimit të Geron Meçës. Dhe siç mund ta keni ndjekur në daljet para shtypit, në rrjetet sociale, kam ngritur zërin disa herë, por këtë njeri që e mbajtën në bodrumet e Suel Çels, i thën kocka dhe çdo gjë dhe e sollën pothuaj të vdekur në shtëpinë e tij, ishte në drejtori i përgjithshëm i kopshtit privat të Edi Ramës Akshit. As një zë nuk dilte, as një fjalë, as një fjali. Dhe ky ishte rrëmbye një javë pas Gerondit. Gerondi pat mençurinë dhe u dorëzua tek autoritetet gjermane, të cilat natyrisht bën atë që u takonte. Dhe ne ja u dim për shumë për nder. Po ky tjetër që nuk u dorëzuat te autoritetet gjermane, por u dorëzuat te autoritetet shqiptare, a e dini ju çka ndodh? Altin Troplini e ka përcjell dosjen e tij tek Prokuroria e Tiranës. Pa çka se ishte një akt makabër, një krim, një rrëmbim nga 4 persona. E ndjekur trajektoria gjerë tek tuneli i Qafkrabës, edhe me tutje. Natyrisht, Prokuroria e Tiranës bëri atë që i thanë, firmosi mos hapjen e hetimeve për personin. Shikoni pra ku jetojmë. Dhe ai
nuk figuron dosje fare, sepse a i dinte çdo gjë. Më shumë se Gerondi. A i ishte nëndrejtor i Akshit dhe kishte të memorizuar të gjitha abuzimet e qindra milionerove nga familja më mafioze e Ballkanit dhe ndofta Europës, familja Rama. Po, miq, Artiola mos gaboj, theksoj këtu se një shoqe i tha se unë do bashkohem me Partinë Demokratike, pasi pash se çfarë u zhvilluar në zgjedhje. Unë e përshtes atë dhe e falenderoj me mirënjohje. Nuk ka asgjë më thelbësore për një kombë se sa zgjedhjet dhe vote e lirë. Shikoni Kosovën. Krenari për çdo shqiptar është Kosova. Krenari e madhe, por dhe shpresë. Një shtet që shpall pavarësinë pak vite më parë. Një shtet ku shqiptarët një lloj si Shqipëria janë shumicë. Por një shtet që ecën me hapa gjigande drejt Bashkimit Evropian. Një shtet që studiuesit kanë gjetur se është vetëm 16 vite larg në qeverisjen europiane, të standardeve europiane, kundrejt Shqipërisë 62 vite larg këtyre standardeve. Kosova zhvillon zgjedhje. Kosova çdo krizë e zgjidh në përputhje me ligjin. Kryeministri i Kosovës nuk ban koordinator krimi, por ata pavarësisht nga etnia i dërgon para ligjit. Nuk mbjell kanabis, përkundrazi, ndihmon fermerët të mbjellin grur. Kryeministri i Kosovës nuk ka si përmarrje kopsht si Edi Rama. Përkundrazi, qeveria atje lufton fort për veprimtarinë më transparente. Ndaj dhe zhvillon 2 zgjedhje brenda një viti, brenda 10 muajve, zgjidh çdo krizë, çdo problem në mënyrën më demokratike. Miq, ne mbyllim sot protestën tonë për të filluar vitin po me protesta. Kudo që shkoj, gjej një vendosmëri absolute për të ndarë me këtë të keqes sa më shpejt. Shqiptarët presin me padurim largimin e kësaj bande nga pushteti. Ju garantoj ju se opozita është sot më e fuqishme se kur. Është sot më e vendosur se kur të përmbush misionin e saj. Askush nuk duhet harroj se forca e idealeve është më e madhe se të gjitha armëve. Sa ata që qëndrojnë për ideale janë të pamposhtur dhe fitojnë. Se këtij regjimi çdo ditë, çdo orë dhe çdo ditë që kalon ky regjim është në shkërmoqje, është në kalbëzim dhe në rënje. Ti përshëndesim bashkërisht qytetarët e Vlorës. Pesë ditë pa ujë. 5 ditë pa ujë. Duke ndjekur atë ngjarje
në video të shumë të qarkullojnë rikthyrën edhe ju kujtohet edhe ju të gjithve, kur vetëm pak muaj më parë drejtori i Shelsit i thot gazetarit se këta rrinë 3 ditë pa ujë dhe një telefon nuk e bën njeri për të shprehur shqetësimin. Në fakt, drejtori tha një të vërtet, nuk gënjevi. Po ja që kohrat ndryshojnë. Ja që dje, qytetarët e Vlorës ja u zun kafshatën e Galas në fyt dhe i përzun hajdutët nga salla ku festonin. Ja që sot përsëri të rinjt e Vlorës, qytetarët e Vlorës mbushën sheshin dhe bëjnë përgjegjëse Edi Ramën dhe qeverinë për situatën e tyre dramatike. Por si Vlora, problemet të tilla ka gjithë Shqipëria. Ndëshkime qeveritare ka gjithë Shqipëria. Imagjinoni pak, banorët më të varfër të Shqipërisë, banorët e Hasit, banorët e Tropojës, banorët e Kukësit, për të ardhur në kryeqytetin e tyre, duhet paguajnë 20% pensionit. Duhet paguajnë taksën në Kalimash, taksën në Thuman. Në mënyrën më brutale, më të padrejtë. Mendoni pak, banorët e Elbasanit, u çfua mali i krabës. Në kohë, Elbasani është më afër se kombinati, një lagje e Tiranës. Po jo, sepse bypassi ju ka rikthyer atyre mungesa e tij. Atë kohë që u mirë të qafe e krabës. Po pse? Sepse parat vidhen dhe vetëm vidhen. Sepse Greqia, jo para 4 vitesh, jo para 3 vitesh, apo para 10 vitesh, po këtë vit, ka prokuruar autostradën Janin-Kakavi, 6 korsi të standarte europiane, 4 milion euro kilometri. Kundrejt 17, 22 milion euro kilometri rrugët e Florita, Edi Ramës dhe Lubis. Pra, zinxhiri i vjedhjeve të tyre, i qëndrimeve të tyre, nuk ka fund. Shpresa e vetme për shqiptarët qëndron në mendje dhe zemrat tuaja, në vendosmërinë tonë, vendosmërinë e popullit opozitar, ta shndrojmë këtë dimër në një ngritës përfundimtare për regjimin e kalbur të rilindjes. Rilindja ka vdekur. Kjo organizat kriminale është e vdekur. Ne duhet ta groposim atë. Edi Rama ka vdekur politikisht. Ne duhet ta groposim atë. Edhe njëherë ju uroj shqiptarve, kudo që janë, gëzuar vitin 2026. Uroj dhe ftoj opozitarët të përmbushim detyrimin ton ndaj vetes, familjeve tona, ndaj shqiptarve dhe Shqipërisë. Rrof Shqipëria. Faleminderit.